Unë jam Mesut Shabani e në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, sot është e njëjtë data është 2 muaj 7 viti 2026. Pra vit që po e lëm pas. Dhe unë jam Mesut Shabani e në podcastin Mesut Shabani. Vargë e vi ndodhit që të përkujtojnë të kaluarën e afërt. Themi të kaluarën e afërt për shkak se Vleni nuk ka kaçik për atë që paramendon se mund të jetë. Bila Kasami ka dalë në mbrëmje dhe flet për suksese, qytetarët ende nuk e pa ndryshimin, u ndryshuan vetëm kariket, jo mënyra e qeverisjes. Flet për rikonstruimin e qeverisë. Dhe do e marrim Jeton Shasivarin, ministrin e drejtësisë. 6 ministra pat BDI dhe dini çfarë bën? Kur gjë. Mbasi ndonjëri prej tyre shënoi ndonjë shitore, ndonjë dyqan, ndonjë kështu me radhë. Ndryshime jo. Dhe çfarë mund të bëjë Jeton Shasivari? Çfarë mund të bëjë Jeton Shasivari? Pra, Jeton Shasivari është i përfshirë në ndryshimet lidhur me ligjin për arsimin sipëror. Kështu thot lajmi të cilin e shpërndan vet pra Vleni. Është Këshillin për akreditim të arsimit të lartë dhe Akademinë për gjyqtarë dhe prokuror publik. Dhe dini si që është puna në Akademinë për gjyqtarë dhe prokuror publik. Katastrofë. 8-1 zgjidhe. Pra Jetoni është aty. E dyta, çfarë mund të presish nga Sedat Sulejmani, i cili 2 mandate ishte zëvendës ministër i kulturës. Dhe çfarë bëri? Kur gjë. Barem dhe një zëvendës ministër i kulturës nga radhët e BDI-s, po ishte nga Gostivari njëri që ishte në disa mandate, ai bëri edhe barem projekte për synë e tij. Të paktën pse jo? Dhe synë e tij është kulturë, zanat. Çfarë mund të bëj? Librat shqip u zvogluan në ranë në 16% në kohën e Sedat Sulejmanit, ndërsa tash e ka përpara. A do ta përfundoj teatrin në Tetov? Detyrë e tij është, nuk ka arsye time. Ndërsa Jetoni ti themi kështu, e ke përpara rastin e Almirit, Iliçi, nga Kumanova. E ke përpara për ta zgjidhur drejt ditën e parë, ditën e dytë, për ta zgjidhur. Do kërkosh ndryshime. Pre fillimit fillojnë procedurat. Rastin Alfa, të përmendim këto matazat. Pastaj, pas rastit Alfa, ke rastin e Kumanovës. Jeni në pushtet, ti je ministri i drejtësisë. Mos flasim për funksionimin e gjykatave. Nuk na intereson. Je zgjedhur, ti paramendon me vetën se ke kapacitet të inteligjencës artificiale, bile më tepër. Edhe pse aty unë të dishoj diçka me Izet me Gjitin, Izeti më duket të hapetën aty. A Izeti është më tepër se sa që duhet. Pra. Do i shohim, shumë shpejt e keni përpara. Pra, nga dita e parë jeni në tapet të shënjetës. Nëse keni për CV, rini 1 ditë, 3 ditë e largoheni. Nëse keni. Pra, vlen po ndjek të njëjtën rrugë që për 22 vite ndoqi BDI-ja. Shumë deklarata për sukses në thojza, por pak rezultate që ndjen qytetarët. Sot pas 2 viteve kemi në vitin e 3 në pushtet. Dëgjojmë sërish justifikime dhe premtime, ndërsa problemet themelore mbeten të pazgjidhura. Kur Bilal Kasami flet për kënaqësinë në punën e ministrave, vlen pyetja thjesht, me cilat rezultate konkrete? A janë zgjidhur problemet e arsimit, të rinisë, të punësimit, të drejtësisë dhe të zhvillimit ekonomik, sepse je bashkëkryetari i Vlenit. Apo suksesi matet vetëm me ndrimin e ministrave dhe ndarjen e posteve. Në vend që të ofrohen reforma serioze, qytetarëve u serviret i njëjti model politik që është parë për dekada, kur një problem nuk zgjidhet, ndrohet personi, por sistemi mbetet po ai. Studentët o Bilal Kasami, o Izet me Gjitin, nuk ka nevojë për pazare politike së bashku me Jeton Shasivari, por për institucione që funksionojnë dhe vendimet e shpejta e të drejta. Vlen premtojnë ndryshimin nga mënyra se si qeverisë e BDI-ja, por deri më tani ngjan se ka treguar të njëjtën kulturë politike, propagandë, vetëlavdrim dhe arsyetime, ndërsa qytetarët vazhdojnë të presin rezultate.
Ndryshimi nuk provohet me konferenca për shtyp dhe intervista, por me vepra. Dhe kur rezultatet mungojnë, çdo krahasim me BDI bëhet gjithnjë më vështirë për të mohuar. Ja, mbam nga njëri mençur prej zortit, prej zortit. Pra, Bilal Kasami flet për suksese dhe askush nuk e kupton se. Dikthemi Bilal Kasamit për diçka tjetër pak më vonë për komunën e Tetovës. Dhe tash do ndalemi në ato që quhet Prokuroria Publike në Maqedoni. Miqtë mi, rënqethesh kur dëgjon se 27 milion euro të 39 persona në Maqedoninë e Veriut janë ngrirë nga prokuroria. Pra, Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsion vitin 2025 në 7 lëndë kundër 39 persona fizikë dhe 20 persona juridikë ka parashtruar kërkesa për ngrirjen e aseteve me vlerë totale për 27 milion eurosh, që krahasuar me vitin 2024 kur arriti 5.7 milion euro, që është për 5 herë më i lartë, bërë me dije mia. Okej, mia është agjencioni shtetëror i lajmeve. Procedurat për këtë raste, siç u potencuar gjatë shqyrtimit të raportit vjetor mbi punën e Prokurorisë Themelore Publike para këshillit të prokurorëve publik janë në vazhdim. Duke dhënë detaje mbi raportin, shefi i Prokurorisë Themelore Publike për kriminalitetin organizuar, Islam Abazi, deklaroi se këtë vit kanë pasur më shumë akuza penale në fushën e krimit ekonomik dhe korrupsionit të nivelit të lartë, dhe për këtë arsye vlera e aseteve të ngrirë është 5 herë më e madhe, krahasuar me vitin e kaluar, kur prokuroria ishte më e fokusuar në grupet e krimit të organizuar, të cilët kryen vrasje dhe trafikim drogë. Në departamentin e specializuar u vure një ndryshim në strukturën e personave të raportuar, kështu që në vitin 2025 u rrit numri i personave të raportuar në cilësinë e doganierëve dhe pjesëtarëve të policisë së burgjeve, ndërsa për herë të parë raportuam edhe për persona juridikë. Se përket llojit të veprave penale në vitin 2025, kemi një numër në rritje të rasteve të paraqitura për veprën penale, mashtrim doganor, zbulim të sekreteve zyrtare dhe falsifikim të dokumenteve, natyrisht edhe vepra korruptive, pranim të rishvetit dhe keqpërdorim të autoriteteve zyrtare, ka deklaruar Abazi. Në seancën e sotme Këshilli i Prokurorëve Publik shqyrtoi dhe miratoi unanimisht raportin vjetor për punën e Prokurorisë Themelore. Por qytetarët së bashku me mua pyesin: pse Prokuroria Themelore nuk del të paktën atyre personave juridik, të më fizik e dim se jo. Shohim kush janë ata, që është ngrirë pasuria e tyre në vlerë 27 milion euro. Dini sa para e 27 milion? E dini sa para? Nëse se dini, ja unë diçka do të tregoj. Pra, ja unë diçka do të tregoj. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve shkon në Negotin, dhe përmendi si thot Maqedoni, Negotina në Vardaru, se kemi edhe nën Tetov, Negotin të Gostivar. Dhe përron atje 3,5 milion euro harxime për infrastrukturë. Këtë është në rregull. A dini sa banor ka Negotina? Unë kam kaluar kur kam qenë në një seminar diku. Pra, shkosh rrugës së Velesit autostradës, diku e kalon Gratskon, vazhdon poshtë. Pastaj, diku në të majt ka një rrugë deri në Shtip, po është shumë e keqe. A dini sa banor ka? Vetë qyteti 13.000, 6.000 kanë fshatrat. Dhe gjitha të para, çete e kemi, Gjepçishtin, çete e kemi edhe Zhelinën dhe Zën, çete e kemi fshatrat pak më të mëdha që mund, Rëqicën e vogël, Rëqicën e madhe, bashkë. Dhe sa investime ka atje shteti për 2 vite? Gjitha këto do bëhen nga taksat e mbledhura nga edhe Maqedonia Perëndimore. Pra, unë shpesh e përsëriti dhe më kanë të rrequr pse e them, dhe do e them dhe përsëris. Më anti-shqiptari, ministër deri tash që nuk e fsheh është Nikolovski. Nuk bën investime, se si duhet ta shprehej anti-shqiptarizmin e vet në Maqedoninë Perëndimore. Përveç se me mos investim. Dhe ta të Glenit i ka kapur muj mjaltët, ja, gëzohen. Gëzohen, kena marrë. Çfarë keni marrë ato u takojnë juve, o njerëz, nuk e keni marrë. Nuk e keni mundur vëmërën. U takojnë. Në bazë të përqindjes së popullatës shqiptare në Maqedoni. Janë pak. Do të jetë 60 me 30-10% nacionaliteteve të tjera. Jo në numrin tuaj a i fut edhe nacionalitetet tjera, duke u shpërndar nga postet e juve. Dhe, okej, keni pranverën. Dhe, në Tetov, më thash pak më parë se do merrem edhe me Bilale, në Tetov,
Jemi për ditë dëshmitar. Delni, kam pasur një shkrim, kur filluan të shënën rrugët, nga rrethi te Ambulatoria Taksi, rruga e bar emrin, si doni thënë, do them, Ilinden, deri në te Mema u shënuan. Për parkinget, shkoni dhe shikni, ala viti nuk është bërë. S'ka kokë, kjo ka qenë ka mujë 2 ose 3, kokë rëvije nuk ka të bardhë. Kokë rëvije, vjetë shënusin të to për kalimit për këmsorës behen nga tenderet pas standarde. Pra, boj parë cilësi dhe rrugët ma nuk kanë siguri. Më dëgjoni pak, prapë dhe mba më menqëm. Dhe, të shënime sinjalistike horizontale, që 3 viteve të fundit, janë zhvilluar gati se fare pa procedura. Kjo në Tetov ka qenë, por ka qenë një shumë interesante. Pra, shumë interesante. Vëren vjetës bero, ose pothuajse të padukshme. Dhe si janë ble? Si janë ble ato ngjyra? Pra, ka rregulla se si mund. Pra, analiza e çmimeve zbulon dallimin deri në 4 fish. Boja është blerë me çmime nga 132 denar deri në 296 denar për kilogram. Dhe për litë qelqi nga 281 deri në 800 denar për metër katror. Dhe, për atë nuk i kemi. Shqy parë, shqy ditë, bërë parë, bërë ditë, se s'pati bërë të ditë, u harxhuan. Dhe çfarë të themi diçka tjetër? Pra, jemi dëshmitar të asaj se vërtet, keni vërtetë se Bilal e kohët e fundit dikush e ka këshilluar mos shit njerë, se ka kapur nëma. Pra, është për llogaritur për këto ngjyra, një çmim i përbashkët dhe thot rreth nëse duhesh të ishte e mirë, një ndërmarrje nga Shkupi, shtipi jon, thot është 583 denar. 1 kilogram bojë e bardhë, 1 kilogram për litë dhe 1 litër holluvës. A gjithë këto janë vlerë për 358 denar. Pra. Dallimin dikush pret rafsh 330 denar e ka futur në xhep. Pra, kot flasësh. Pra, vetëm boja, edhe njerë, çmimet lëvizin nga 150 deri në 370 denar për metër katror, varet ku. Dhe diferenca me çmimet të ulët dhe aty më të lartë është 149%. Pra, çmimi më i lartë është 2 herë gjysmë më i lartë. Mos i tregoni Bilaut, preket njëri. Po, çfarë bëjmë ne se preket? Çfarë të bëjmë se preket? Dhe, ishemi, unë nuk merrem me kronikat pra nuk kuptojnë atë që quhet u vranë, u prenë, u ranë, edhe pse ka aty mjaft çfarë të marrë mirë, po më lodh një diçka. Shumë njerëz pyesin, kur dikush e ka kryer një vepër penale, pse mos i del emri dhe mbiemri? Po i dalën vetëm iniciale. Pas ka ligji, po ligji mund ndryshoj. Dgjoni tash. Në Demirhisar ka pasur një bastisi. Kapen 9 pushk, pistoleta dhe municione. Dhe janë ndaluar 4 persona. Po të ndodhte kjo në Tetov, me bërë ekipe, me tur lifar, nuk do ndalësh te Siteli, nuk do ndalësh te Alfa, nuk do ndalësh duke akuzuar. Dhe sigur kur gjë nuk është, kur gjë. Kapen me droga atje diku, kur gjë nuk është maqenin lindore. Kur gjë. Në edhat në shat Obednik në Demirhisar. Në shtëpitë atyre që janë kontrolluar u gjetën armë dhe municion. Kur gjë be? Kur gjë. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj me te pra. Mbetemi me shpresë se një ditë, mbase diçka do të reflektoj pra, Ama jo jemi të kënaqur në ndarjen e posteve. Drejtësia ka qenë kërkesë jonë. Okej, çeta e murën. Hajde u shoh. Dhe gjitha postet e ministrave që i ka marrë dhe i ka vazhduar Vleni nuk kanë buxhet. Va mori buxhetin Nikolovski 175 milionë euro në ribalansin e pushtetit. Do të pritet muaj 9 orë dhe 10 orë, mbas atëherë do marrin diçka buxhet.
Dhe, mezi se pres datën, pra, sot është dyshi, nesër është premte treshi, e shtunë katërshi, e diell pesëshi, gjashi të hënën. Ashtu ka thënë Mickoski sonte në televizionin Sitel. Marrëveshja për ndërtimin e autostradës Shkullaz do të nënshkruhet të hënën. Okej. A kur do filloj? Kur do filloj nuk tregoj. Dhe sa para dhe për sa para? Nuk tha, kur gjë. Okej, nuk është okej, por pra, vazhdojmë të metim peng të budëllakive të politikanë bërësve shqiptarë, sepse këta po të ishin politikanë bërës dhe donin që të vazhdonin edhe një. Nuk dhe Vleni duhet të sillet ndryshe edhe me shqiptarët, për ndryshe edhe me vëmërën. Ndëgjoj gjithandej filani prej ministrave e ka përkraje, ka pasur këtë përkraje, ka pasur këtë përkraje, ka pa atë. Dhe fund doli se edhe njëri qenë ka në përkrajen e Albin Kurthit. Dhe çfarë mos dëgjosh. Pra, gjithandej Maqedonia, budëllakia nuk është pra mbarën këto, edhe pse babai im Rahmeti pas shpirtit thoshte, fukaralloku vetëm nuk është mbarë, gjitha gjërat tjera janë mbarë. Okej, nuk është okej. Pra, shpresojmë se ato vijat që përmenda pak më parë Bilali prap do e nis për fillimit. Aj Bilal, bëni diçka. Kena zhuar njerëzit pare tash. I kene ekip ato. As njëri që ka bërë punë deri tash te Bilal Kasami në komunën e Tetovës nuk ka dalë që të thotë se ne po i kthejmë paratë se nuk kemi bërë punën siç duhet. Asnjëri. Okej, nuk është okej, por unë vazhdojmë më tej. BDI-ja vazhdoi me reagimet e saj, Degan Tetov, për vendimin e gjykatës kushtetuese. Vërtet kjo është shumë interesante, dhe vërtet. Pra, më në fund doli edhe vendimi i gjykatës kushtetuese, e cila thot, pra, me pempele në dorë. Në 4 raste gjykata kërkoi nga Komuna e Tetovës dokumentacion e plot, por nga Komuna do të vetëm lista e emrave të rrugëve. Me prapavije kanë bërë. Ja tash e kanë jetonin, Shasivarin, dhe ai do e bëj, ka shkopin magjik. Ku do preka ai? Por vetëm një do më interesoj të di. A do mund të zbardh, pa marrë parasysh se ai është atakta e përfunduar. Rasti me Harun Aliu. Nëse ai e vërteton se kush kanë qenë porositësit dhe sa, apo do i shkoj muhabeti Molla Sulis, Sulejman Recepit në vend. E di jetoni se për çfarë bëhet fjalë. Shohim. Flasim më për aferet të tjera. E ke përpara kohë. Nuk mundim se BDI-ja jo, s'ka. Je ministër. Hap konkurse për gjykatës në gjykatën e Tetovës se nuk ka. Hap konkurse për gjykatën në Gostivar, nuk ka as të apelit. Ti pas ke qenë, unë se kom ditur këtë, në atë që quhet për prokuror dhe gjykatës. Bravo, Allah të kohë. 8-2. 8 Maqedonas, 2 shqiptarë. Bilet e shqiptarë në base më shpranuar edhe njëri që është i nacionalitet edhe një. Sigur kjo që MPB-ja ka bërë shkallë e thirrje për pranimin me 200 nxënësve në shkollën e mesme të policisë së RMB-s. Dhe i thretë në Akademinë e Policisë në Ministrinë e Brendshme. Edhe në Akademinë për prokuror dhe gjykatës, ashtu ka qenë. Hajde jeton. Hajde të presim. Ditën e parë drejt inshallah bësh bum dhe unë të ndëroj edhe fe, dhe ndëroj edhe deki për Maqedoni. Pra, i ke 5, pa marrë parasysh të padrejtësi tjera që kanë bërë shqiptarë. Shqim në to që thot Ali Ahmeti, nga viti 1990, unë jam gati që gjithë strukturët e vëdhej që kanë qenë në pushtet të përgjigjen. Listing. Dhe edhe të tjerët. Hajde tash, je. Çfarë bëri kolega yt Adnan Jashari? Kur gjë?
Mbase, muhabete kote kote, se po të ishin të vërtet ai do ishte përgjigjur atë në share. Mbase, licenca ajo kjo, aty përfitet prerë për diçka. Pra edhe ti, nëse bën atë atëherë, por duhet të sqarosh edhe diçka tjetër. Ende nuk ka dalë, kur të zgjidhesh ministër duhet t'japish portofolin atë që quhet pasuri e tunshme dhe e patunshme, atëherë do flasim. Dhe Taravari ka zbulu Amerikan. Pa ndryshim kështu se nuk nisi negociatat me BE. Bravo. Jo Taravari. Më mirë mos flasësh nga njerë Taravari se thuj kështu, eshtja është allton. Ari. Okej, kështë okej, por unë këtu edhe njerë. Ju përshëndes ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. Dëgjojmë nesër.